nëse po është brenda kuvendit. Besoj që shefja e grupit parlamentar e dha deklaratën publike sot në emër të DDK-s. Ndryshe është nga kryetari. Mund ta rifleksoj të njëjtën gjë, meqense aktgjykimi i gjykatës kushtetuese ka lënë hapësirë për votime edhe të grupeve ose individëve të tjerë jashtë një partie të tillë, po meqense kështu ka qenë mendimi, ne kemi konsideruar se për një pozitë tërësisht të rëndësishme, parlamentare siç është pozita e kryetarit të pestë kuvendit të Kosovës, kuvendi i Kosovës dhe institucionet e Republikës Kosovës do të bllokohen më, futemi në afate kushtetuese, tani janë rregullat e qarta kushtetuese ose kemi qeveri ose do të shkojmë në zgjedhje të reja. Vendosje pas ju preferojnë Juve për koalicion ende. Ja, qëndrimi jonë është i qartë në këtë drejtim, ju lutem tani jemi gati për zgjedhjet e ardhshme lokale këtë diel, dhe po përgatitemi për 9 orë të dielën do të kemi festë të madhe më pas komunikojmë në gjëra dhe rrjedha të përditshme. Ju faleminderit shumë gjithë. Është rashit që më i mirë se kandidatët e tjerë. Nuk janë të rëndësishëm, tërësisht pa rëndësishëm, që është i rëndësishëm që ka shumicë, që është bërë një pozicion përmbyllës institucionit Republikës Kosovës. Është budallaki, kam thënë është çmenduri e madhe që Republika e Kosovës më blloku për një pozitë kaq të rëndësishme. Kur erdhëm në këtë pikë të rënjes kaq të rëndë intelektuale, institucionale e republikane. Prandaj ju lutem, për një pozitë kaq të rëndësishme, me u vanuna veç një ditë nuk është dashur, jo 35 ditë. Jemi në afate kushtetuese, ecim tu dhe brenda afateve kushtetuese. Partia e parë ka thonë gjithmonë tash është 7 muaj që i ka numrat, le të shohim me ka numrat. Sipas jush, a i ka numrat? Ata kanë thonë, i kemi numrat. Po sipas jush. Nuk di, matematika është e qartë. Natyrisht jo. DDK-ja është unike, është e fortë, është e qartë, është vinë vetë dhe është konsistente dhe është zotuese ndaj elektoratit tonë. Dhe dielën presën vetëm fitore për zgjedhje lokale. A presin që në rast se nuk i ka vetë vendosje numrat bëhet ndonjë opsion ish opozitës? Me siguri do të shkojmë drejt zgjedhjeve të reja me konstelacionin e tanishëm parlamentar, por na jep një kohë të shohim gjitha rrethonat me kohë. Ka afate kushtetuese të ndjekim ato, vim deri në ditën përfundimtare. E rëndësishme është që për Republikën e Kosovës kemi kuvend konstituar sipas konstatimit të kryetarit të kuvendit e ecim tutje. Ju falenderoj shumë.